Loredana ka pasur një bisedë të tensionuar me Jozin, gjatë së cilës ai ka transmetuar ndjenja të forta dhe kritika të ashpra për sjelljen e saj. Nelin, ai e nisi bisedën duke theksuar se gjithmonë e ka këshilluar që të kujdeset për mënyrën si flet me të, duke e këshilluar që të kontrollojë emocionet e saj kur e ofendon. Jozi theksoi se nuk do të toleronte asnjë lloj degradimi ose ofendimi ndaj tij. Nelin, të kam thënë kujdes me mua, kontrolloje veten kur më ofendon. Unë nuk jam degeneruar ndonjëherë, tha ai, duke e bërë të qartë se nuk do të lejoj të trajtohet si një viktim. Vazhdimi i bisedës ndërsa ata diskutuan për marrëdhënien e tyre. Solli në pak distancën emocionale që kishte filluar të zhvillohej ndërmjet tyre. Jozi i tha Loredanës se nuk duhej të shqetësohej për përvojat e tij, por për veprimet e saj që kishin çuar në këtë situatë të tensionuar. Nelin, ki merak për hapat që ke hedhur me mua, jo për mua. Hapat e shkatërimit i ke bërë ti, tha ai, duke e ndjer peshën e saj të vendimeve të këqija që kishin ndikuar negativisht në marrëdhënien e tyre. Jozi ndjeu se Loredana po përpiqej ta manipulonte situatën, duke kërkuar të paraqiste vetveten si viktim në vend të përballjes me realitetin e sjelljes së saj. Më ke bërë të ndjehem mashkulli më i poshtër, i tha ai, duke shprehur zhgënjimin e tij për mënyrën se si ajo e kishte trajtuar. Nelin, në këtë bisedë situata duket se ka arritur një pikë kulminante, ku Jozi diskuton se si këto dinamika të përbashkëta i kishin ndikuar të dyve. Ai shprehu dëshirën për të qenë i qartë se nuk ishin të destinuar për njëri tjetrin, duke e bërë të qartë se ky ishte një moment vendimtar në marrëdhënien e tyre. Nelin, më në fund, kjo bisedë ndihmoi që të dalin në paf tensionet e pashprehura dhe shqetësimet që kishin ndikuar në dinamikën e marrëdhënies së tyre. Si përfundim, ajo që fillimisht dukej si një përplasje shprehëse, është faktikisht një mundësi për reflektim dhe ndoshta një përmirësim të situatës, nëse palët do të ishin të gatshme të punonin mbi problemet.